Një vajzë shqiptare mundet me ta ndryshu krejt jetën. Një video virale e James Blunt përçarkullon për rrjetet sociale ku pas 20 viteve shihet suksesi i këngës You're Beautiful. 20 years ago today, I put out the song that brought me this house. I mean, who would have thought? A song about being high as a kite on drugs, stalking someone else's girlfriend, would resonate quite so much. You guys are beautiful. James Blunt vetë tha që kjo këngë ja ka ble shpinë, po a e dini për çka sakt është kjo këngë? A shoqëre ti mendon që e din, po ajo nuk është e vërtetë. Use my knowledge, I beg you. Jo, vajza shqiptare nuk është arsyeja që Blunt e ka shkruajt këtë këngë, edhe pse ka qenë oficer i ushtrisë britanike dhe ka shërbim në Kosovë gjatë luftës. Hey, did you know that carrots are good for your eyesight? You lied to me. E di që dikush vjen me na histori që na i kusheri i ti, vjen me na ngjarje që ka ndodhur, po nuk kena diçka faktike. Në fundit s'di që kena menu këtë sen, njeri u kon të luftu. We do it just like in the book. Chapter 26, The Lead Offensive. The Book of Tropic Thunder. Fakti është se kjo këngë ka të bëjë më shumë me obsesionin ndaj ish të dashurës së tij, Dixie Chasey, që e ka pa në metro me të dashurin e ri, edhe varësinë e drogës të cilën ka qenë tu e përjetu James Blunt atkohë. Ai gjithashtu tregon shumë herë gjatë viteve për çka ka të bëjë kjo këngë, e asnjëherë nuk lidhet me një vajzë që e ka takuar në Kosovë gjatë luftës. The song is about a guy who is high as a kite on something in a subway, stalking someone else's girlfriend, and a little bit creepy. Probably should be locked up and in prison. But you guys, for something else, it's a really romantic song. Po në albumin e njëjtë me këngën You're Beautiful është edhe një këngë që quhet No Bravery, e që lidhet me luftën në Kosovë, ku edhe shihen disa pamje nga lufta në Kosovë. There are children standing here, arms outstretched into the sky. Beautiful ka qenë qaq hit i madh sa që një radio në Australi e ka nalë rreptësisht transmetimin e këngës se u lut tepër shumë. She could see from my face that I was Ama normal kjo nuk e mposht faktin që një vajzë shqiptare mundet me ta ndryshu jetën, si për mirë edhe si për të keq. Po tash, ma në fund e dina të vërtetën, e për të vërteta tjera, follower Ban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.